Programi i përshtatshëm për të gjitha moshat. Mirë se gjeta, unë kam marrë disa herë këtu, po asnjëherë s'kam pyetur pse Oliveta. Tani, Oliveta ka dy arsye që kemi dhënë emrin. Njëra e para është nga fjala ulliri, olis, greke, nga që jemi mezetar, grek, restorant mezetar grek, edhe veta nga emri i nënës tonë, mamas. Që kemi lidhë 100, nga që kemi jetuar atje, edhe diçka familjare tonë. Ku do më shërbesh? Tani mund të zgjedhësh ndash zonën e mitologjisë greke që kemi Zeusin, ndash zonën që kemi ka shpellat e Iliadës. Po se do haja ndonjëherë te goja e Zeusit, s'kishe shku në Armenia. Gjithmonë ka një radhë të parë. Cilat janë një nga specialitetet tuaja? Sepse te tabela e parë që thotë mediterrane, ushqimet greke. Kjo pyetje është pak e vështirë për një kuzhinier, sepse është sikur më thon një babai i cili është si fëmia jote më e preferuar. Kështu që çdo gjë kemi specialitet, sepse jemi pak dhe sakt, kemi edhe mish edhe pesh, por ty do të sugjeroj asaj të provoj mish. Okej, pres nga ju. Shërbimin do ta bëj special sot për ty. Ta kam vuar një gotë verde kuqe nga Tima Alfa, është Xinomaro Reserva, është një nga verat më të mira në Greqi. Okej, shkëlqyer. Buka e shtëpisë. Kjo është një nga salcat greke, partizan e mosu. Tu kemi një nga ka salsa tofu. Marinimi që i bëjmë është vaj bimor, që i përpunojmë vetë këtu, gatunë vaj në erza. Do ta provoj tash ti unë këtë, ja. Qa të hash për para, kupton ti? Andrea, s'ka ka nevoja fare me lapla. Ka dhe me diçka rifreskuese. Është një sallatë greke pothuajse, ka kaviar kastraveci, lirë të thatë, mus feta, edhe pomodorini, tomatinja të vogla që kanë shumë ushqim. Domethënë kjo është sallatë greke, po është pak advance, upgrade i themi neve. Si që do zakoni, pa buk nuk ha sallata. Edhe surprizë. Papam. Mish qingji, posh qingji, e gatuar 4 orë gjys në furrë. Edhe bëjmë një salsë demi-glace. Si i thonë grekët, se kuzhina greke mbahet gjithmonë më e mira. Muaresi polito fagito, ushqimi më pëlqen shumë, ose është perfekt. Ishte një përvojë fantastike, e shijova shumë dhe së shpejti, pse jo, do vi prapë edhe me familjen time. Më shumë se mirë pyetur. Faleminderit.
Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.